shihemi këtu. Koci, po e nis me ju, realisht akoma po mbetet e paqartë në rast se sot deri në mesnatë duhet të thirret seanca, vazhdimi i seancës së nisur dje. Si ke pa realisht dhe gjitha të se çfarë ka ndodhur dje, ishte e papritur realisht skenari që pam? Ishte e papritur, por megjithatë duhet të mbajtur një rezervë, sepse ende ka kohë. Janë edhe 12 orë në disponim për t'ju përmbajtur afateve kushtetuese, konkretisht afatit të një gjykimi të gjykatës kushtetuese të vitit 2025. Unë jam i befasuar sepse vetëvendosja i ka numrat për të konstituar parlamentin pa asnjë problem. Dhe tani nuk e kuptoj pse bëhet kjo shagitje, do të arsyetoj nëse kjo sonte përfundon deri në ora 24. Nëse jo, mendoj se çdo gjë është e qartë. Nuk ka dilema. Ne kemi pasur një formulim në kushtetut në 66, i cili ka qenë konfuz. Dhe me sa di unë, këja ka kërku qartësim nga gjykata kushtetuese të atij neni, dhe gjykata kushtetuese ka dhënë shpjegimin, kanë qenë shumë të qartë, shumë konciz, shumë të prerë. Kanë pohuar që nga momenti i certifikimit të rezultateve, janë 30 ditë në disponim ta fillosh dhe ta mbarosh procesin e konstituimit të parlamentit. Pra, mund ta shtysh deri në ditën e 29, por në ditën e 30, në përfundim të ditës së 30, ke bërë shkelje të detyrimit kushtetues. Unë mendoj se gjykata ajo që mungon në atë gjykim të gjykatës kushtetuese është nuk ka mas, nuk ka penalitet, nuk ka do të thotë pohim se çfarë ndodh nëse nuk respektohet ky afat. Por unë mendoj që kjo nuk është e drejtë e politikanëve ta interpretojnë. Nëse ka vakum në këtë pikë të gjykimit kushtetues, nuk është e politikanët ta caktojnë nëse do të marrin kohë shtesë ose jo. Kjo pastaj është çështje ekskluzivisht e gjykatës kushtetuese. Deri në mesnatë tha se është për brenda kornizave. Deri në mesnatë është për brenda vendimit të gjykatës. Dhe ju prisni që duke parë klimën edhe frymën në cilën po zhvillohen gjitha këto ngjarje, nëse mund t'i quajmë zhvillime, sepse realisht ka pasur pak lëvizje. Prisni që t'jenë më të arsyeshëm dhe të thirret seanca, sepse realisht konsideroni se nuk kishte mjaftuar shumë kohë për të bërë përpjekje për të arritur një marrëveshje me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Në rrethana normale, ishte arsyetimi i zotit Kurti ishte se i duhet më shumë kohë për të arritur një marrëveshje. Nëse sot e konstituon parlamentin, deri në orën 24, do t'i ketë edhe 2 muaj në disponim. Por me qenë se nuk shkoj deri në pikën, pra pika pasuese ishte zgjedhja e kryetarit të kuvendit. Dhe me qenë se nuk shkoj deri aty, ai bie që akoma po kalkulon edhe me pozitën e kryeparlamentarit në marrëveshjen me Lidhjen Demokratike. Kjo qëndron. Pra kemi të bëjmë me kalkulime politike. Në këtë rast ndoshta përpjekje e vetëvendosjes që t'ja imponoj Lidhjes Demokratike postin e kryetarit të kuvendit, por këto kalkulime nuk mund të justifikojnë shkeljen kushtetuese. Shkeljen e asaj që unë e quajta shkelje e detyrimit kushtetues. Këto janë kalkulime politike. Këto kanë mundur të bëhen tash në 29 ditë. Nuk janë bërë dhe nuk mendoj që është e drejtë që të lihet në çastin e fundit. Kërkohet që të gjetet zgjidhje në 24 orë të fundit, ndërkaq të dyshohet që mund të gjendet ajo zgjidhje në 2 muajt e fundit, sepse edhe një gjë. Nëse është në opcion ai kalkulim që LDK të marrë postin e kryetarit të parlamentit, ajo rokat mund bëhet brenda 2 muajve, është e mundur. Po, ishte bërë dhe më herët. Pra, kjo nuk e justifikon zhagitjen dhe vënien dhe futjen, nëse deri sonte në ora 24 futjen e Kosovës në një krizë re institucionale, që kësaj radhe është përgjegjësi ekskluzive e vetëvendosjes. Këtu opozita nuk ka çfarë bëj. Dardan? Nuk ka absolutisht asnjë mundësi. Ishte e pritshme, në fakt sepse dje u pritet